Shqipëria sonte në mbrëmje do të nisë ëndrrën amerikane për të shkuar në Kupën e Botës. Në mitikën Wembley, Kuqezit do synon të marrë një rezultat pozitiv, që do të ishte edhe historik. Kombëtarja jonë nuk ka mundur asnjëherë Anglinë në 6 ndeshje që ka zhvilluar më parë, duke u mundur plot 6 herë. Gjithsesi sonte në mbrëmje nuk ka asgjë për të humbur. Silvinho beson te ekipit dhe te surprizat para debutimit dhe ka shqetësimin e Ismailit dhe Kumbullës, të cilët janë ende në dyshim. Etnik Bruti, Andi Adroj dhe Simon Simoni nuk do të jenë në dispozicion të Silvinhos, pasi braziliani ka vendosur t'i dërgojë në tribunë. Sa i përket formacionit në portëties Trakosha, Ajeti dhe Gjimshini në qendrën të mbrojtjes dhe Balliu Ali nga krahët. Aslani dhe Ramadani do vendosen para tyre, ndërkohë që Laçi, Hasani dhe Bajrami pritet të mbështesin Reimanajin. Wembley mbrëmjen e sotme pritet të vishet edhe Kuqezi, pasi mendohet se në tribunat e stadiumit mitik do të jenë plot 20.000 shqiptar, të cilët do të jenë të shpërndarë në sektor të ndryshëm. Spanjolli Alejandro José Hernández do të jetë gjyqtari kryesor i ndeshjes që do të luhet në Wembley. Shqipëria synon t'ia bëjë mak debutimin trajnerit Tukel në krye të 3 luanëve, por këtë gjë duhet ta bëjë në fushën e blertë.